Me Rusinë që përbën një kërcënim për të gjithë Europën, kontinenti mund të ketë nevojë për Ukrainën më shumë se sa Ukraina ka nevojë për Europën, tha të martën presidenti finlandez Alexander Stubb, duke vlerësuar ushtrinë e madhe dhe moderne të Kievit. Në vend që të mendojmë se Ukraina ka nevojë për Europën, ndoshta duhet mendojmë se ne në Europë kemi nevojë për Ukrainën më shumë, u tha Stubb gazetarëve në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij estones. Është ushtria më e madhe, më efikase dhe më moderne në Europë, shtoi ai. Ndaj presidenti finlandez tha se e mbështeste dëshirën e Kievit për të bashkuar me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n. Ne duhet fillojmë seriozisht të mendojmë se sa shumë ka nevojë Europa në të vërtetë për Ukrainën, qoftë antarësimi në BE, qoftë antarësimi në NATO, tha Stubb. Udhëheqësit europian mbështesin gjerësisht aspiratat e Ukrainës për antarësim në BE, por ka pak oreks për të përshpejtuar procesin e antarësimit të plotë të Kievit, pavarësisht thirrjeve të presidentit Volodymyr Zelensky.